Ma the se do të qojnë në spital. E përse gënjeve? Ozan, unë nuk doja të gënjeja, por u detyrova pra. Nuk doja që për shkak të hallave të mia t'u prishja dhe juve qejfin. Ta thash edhe në shkollë që kisha nevojë të rria pak vetëm. Të kërkoj ndjes. Mase të bëra presion. Nuk ishte qëllimi të të gjykoja. Thjesht nuk ishe pse të gënjeje dhe kaq. Mjafton të thoshe se nuk do të vije. Mirë, në rregull, mos ta zgjasim më. Kështu vetëm sa po e mërzisim Aslën ne. Do të shkojmë pra bashkë një herë tjetër apo jo, Aslı? Sigurisht, do të shkojmë. Nëse ka diçka që mund të bëj. Aslı, a mund të vish pak shpirt? Më duhet të shkoj tani on. Shihemi më vonë. Miru pafshim. Hajde ja. E di ti ku sham unë, ore? Më duket që jemi parë diku, por nuk më kujtohet. Shiko mirë, më shiko mirë edhe nga afër. Quno, unë jam një farloj trupëje asaj vajzës, që ti vjen vërdall, e kupton? Prindit e saj ma kanë besuar mua, ta dish. Vajzës që i vi vërdall unë? Ej Lyli! Dëgjo mirë, nëse të shoh edhe një herë rreth e Lylit, do të bëj seriozisht të pendohesh. Do ta kuptosh çfarë do të thotë ti afrohesh vajzës së lagjës son. E ke keq kuptuar, djalosh. E Lyli është shoqja ime. Nuk i bëj dëm asaj. Dhe nuk lejoj askën t'i bëj dëm asaj. Pra jemi në të njëjtën anë, nuk ka nevojë për tension. Miru pafshim. Mos më bëj poza si artist mua. Nëse të them rri larg, do rish larg, a kuptove? Nga sot e tute nuk jeni më shok. Mbaroj gjithçka. Në shkollë ka plot vajza të tjera. Shko më ru me to. Hajde, zhduku. Vëlla Koraj? Çfarë po bën ti këtu, po e kërcënon njerëzin? Jo. Kjo nuk ishte kërcënim. Shiko, thjesht i dhash një paralajmërim si një vëllai i madh. Vëlla, e dëgjova. Në çfarë kohë jetojmë ne? Është turp kjo që bëre. Shiko, e Lyl, për siguri, nëse ndonjë tip problematik të afrohet, ta di që nuk je vetëm. Për këtë arsye e bëra. Unë nuk kam nevojë për asnjë mbrojtje. Dhe Jazi nuk është si ata që të qepen pas. Ne jemi shok. Të thash në një gjë. Në rregull atëherë, unë po iki, po largohem. Zoti të ndriçoft mendjen. Pra, më fal, është një shok nga lagja e vjetër. Është pak i prapambetur. S'ka gjë, gjërat vogla, mos u shqetëso. Se erdhe? Harove diçka? Ashtu ato fleturet me temat e provimit që i kishim shkruar më duket se mbetën tek ti. Ja, këtu është. Do të mësoj në shtëpi. Suksese. Ashtu me qëra fjala, më fal edhe një herë. As mos e përmend. Shihemi. Shihemi. Ashtu. Nëse nuk e punë mbrëmje, e atë ne, shojmë do një film. Jo, Bershin. Nuk më dele shka. Në rregull, e ja të mësojmë. Më pëlqen të studioj vetëm. Ti mos je mërzitur sepse ne nuk shkuam në park? Jo, Bershin nuk ka lidhje. Po iki, mirë pafshim më vonë. Nëse mërzitesh më thirr. Do ta shohim. Aman, Brenuran, bravo të qofty. Tani fillon nga e para, hiq edhe vëre prap. Hedje? Eja, këtu eja, çfarë folet me atë? A erdhi Aslı? Erdhi është në dhomë. A më kërkoi mua? Jo, shpirt.
E di e çfarë folët, më trego çfarë të thaj, çfarë i theti. Motër, frika ime u bë realitet. Më pyeti nëse Asla është vajza e tij. E di çfarë i the ati? Si çfarë i thash jo, sigurisht. Por nuk e di nëse e besoj apo jo. O zot, nga doli kjo tani për një herë kështu? Nuk e di pra. Në spital unë pas kam thënë Aslën po ta lë ty amanet. E që nga atëhera i po dyshon tani. Mirë, ti mos e streso veten zemër. Çfarë i theti? I the që nuk është vajza jote dhe mbaroj puna, çfarë do të bëj më shumë s'ka pse ta zgjas. E unë nga kjo kam frikë do në thot. Po sikur ta çoj më tej, po sikur të filloj të hetoj. Jo. Edhe nëse heton, le të hetoj. Punë e ti është. Çfarë do të bëj, le të merret me të. Ti mos e shqetëso veten për asgjë. Nën? Përse je e mërzitur? Korik 1999. Alo, zonja Turba, më duhet formulari i regjistrimit të një studenti? Mund të më dërgoni me email një kopje? Është regjistruar rishtas në Fakultetin e Drejtësisë, Aslı Gündüz. Kur ta shikoni listën del me njëherë. Po, më dërgoni, faleminderit. Ju lutem. Duhet të marrë vesh datën e lindjes së Aslës. S'kam gjëbja ime, s'kam asgjë thash. Nën. Dëgjova pra. Tetoja të tha që të mos mërzitesh ti. Çfarë ndodh? Po Hedje, duhet të jemi edhe ne më të kujdesshme, të mos flasim hapur për këto gjëra. Hedje, vajza ka të drejtë. Pastaj po e dëmton edhe shëndetin. Të lutem, çfarë është shkruar ajo do të bëhet. Ata u takuan në një rrugë pranë kompleksit ku jetoni ju. Duke sikur po fshiheshin. Të dy ishin shumë të tensionuar, sidomos gruaja. Sipas meje kishte diçka mes tyre, nga sjellja e tyre ashtu dukej. Debatuan pak dhe gruaja u largua, pastaj zotri Tarëk u kthye në shkollë. Këtu është tani? Po zotri, në zyrën e tij. Mirë, Ilirje mund të shosh. Po, Tarek. Shumë të rëndësishme janë tani këto. Mos i hathoj ashtu. Shiko se çfarë ke për manikyrin. Nën, jam e shqetësuar, të lutem. E jotja është ajo ideja për parkun e lojrave. Mos je gjë kalamati, Berçin, nuk gjete do të ndonjë vetë më të mirë. Nën e dashur, të lutem. Asgjë nuk po shkon mirë si dua unë. Nuk kam qenë as 2 minuta vetë me Ozanin. Mos më rëndo edhe ti mua, të lutem. Të paktën edhe e ke provuar, edhe kjo është diçka. Nëse gjej ambientin e duhur, gjithçka do të zgjidhet. Jam e sigurt për këtë. Tani që e kam Aslën në kontroll, i them vetes Berçin bëj diçka. Bëj diçka Berçin, por jo, nuk funksionon. Gjeje një vend më të përshtatshëm, vajzë. Diçka ku njerëzit shijojnë momente romantike kur janë vetëm, për shembull. Jo vende me fëmijë që bërtasin dhe rrota që rrotullohen aty. Ku për shembull? Një shtëpi në mal. Teta Zhulide ka një shtëpi në mal. E di, prandaj edhe ta thash, një vend i qetë vetëm për ju të dy, larg qytetit. A e kupton këtë gjë ti? Shumë mirë do të ishte. Jo. Nuk mundet.
Ozani nuk do të vinte kur vetëm me mua atje. Jo, nuk mund të shkojnë vetëm ne të dy. Po nëse është edhe Aslı me ju? Nan! Mua më duhet i mendoj të gjitha, Berqin. Mos i hathojnë të thash njerë! Punë të mbarë? Mirë se erdhe zemër. E ja, ullu ti. Pasi që fola me ty, vendosa të shkoj në mbledhjen e bordit drejtues. Ke bërë gjën e dur. Po, kam qenë larg për pak kohë, prandaj disa dosje më duken pak të huaja mua. Pash zotin mos pyet, edhe unë njëjtë kur u ktheva në shkollë. Dukesh pak i ngrysur sot. Jo, ja mirë, s'kam ndonjë gjë. Ma trego. Edhe unë kam nevojë për pak pushim nga puna. E po kam disa gjëra që më shqetësojnë. Çfarë për shembull? Gjëra që lidhen me Aslën. Zhilite, apo vjen? Jam në dhomën time. Bir, trego, ullu, sa mirë po më tregoje? A ka lidhje me ato që ndodhi një ditë më parë? Do të flasim bashkë më vonë. A mund të më ndihmosh ta fitoj zemrën e Ozanit? A mund të më ndihmosh të bëhem e dashura e tij? Aslı, këtu ishe ti? Nuk është kjo Ozani? Ku është? Këtu është? Ai, më falle, pas kam parë gabim. Por ti pas ke humbur thellë në mendime. Je në botën tënde. Po studioj edhe humba pak. Aslı, ti çfarë ke? Që në mëngjes je shumë e ngrysur. Nuk kam asgjë? Mirë jam. Ka. Edhe me Ozani dhe Berqin nuk të kam parë sot as pak. Mos jam e detyruar të rri me ta? Doja të rria vetëm. Po të them se jam mirë, nuk kam asgjë. Zot o zot. Mirë, pse po nervozohesh kështu? S'të thash gjë? Kur pranvera erdhi në Prishtinë. Sot qenë ke shumë i lumtur. Po, zemër. Po, kaloj një ditë shumë të bukur. Po mësoj gjëra të reja dhe po i shijoj. Edhe më thuaj se çfarë bën ti. Hajde më thuaj. Ç'janë ato dosje? Po punoj. Do marr pjesë në mbledhjen e bordit drejtues. Nëse ke ndonjë gjë që se kupton, më pyet të ndihmoj unë. Në fakt ka diçka. Një kompani cateringu është paguar me një shumë të madhe. Nuk e kuptoj se për çfarë. Nuk ka kod të referencë në dosje. Dhe madje as nuk dihet kush e ka aprovuar. Ko, zot. Tani edhe unë u bëra kurios. A mund ta shikoj? Interesante. S'ka gjë. Nesër do të pyes kontabilistin, mos u brengos. S'ka nevojë zemër, unë do ta... Jo, zemër. Unë e shoh njëri 10 herë në ditë, do merrem vetë. Ti rreqet, të lutem tani. Do merrem unë me mtas, ti më rrymoj punët e tua. Mirë zemër, si të duash. Do të bëjmë si të duash ti. Atëherë ti ndroj rrobat unë.
Alo, Tarik, më thuaj ku je kështu? Do të flasim me njërin e të dy. Mymtaz, jam shumë i zënë tani. A mund të flasim në telefon, të lutem? Dëgjoj Tarik, në këtë punën e Xhylides për hyrjen në bord ti ke gisht apo jo? Teneja po kontrollon llogaritë. Ajo është aksionerja kryesore. Çfarë të duhet ty? Le të kontrolloj pra. Tarik, dëgjoj. Mymtaz, jam vërtet i zënë tani. Nesër në shkollë flasim, po e mbyll. Po e mbyll tani. Mirë Tarik, mirë. Ne të dy flasim nesër në shkollë. Do të shohësh si këtë qëndrimin tënd arrogant, Tarik. Do të shohësh. Prill. Aslı pas ka lindur në prill. Ne me Hedien ishim bashkë deri në fund të qershorit. Pastaj unë nika jashtë shtetit. Datat përputhen. Muaj i veti gjithçka përputhet. O Zot. Po sikur Aslı të jetë vërtet vajza ime. Tarëk? Çfarë do, Sibel? Çfarë? Njëherë Mymtazi, tani ti. S'më lini të qetë. Ai më fal, se nuk e dija që je i zënë. Po shkruaj një artikull, çfarë do? S'dua asgjë zemra ime. Erdhe nga shkolla, hyre brenda dhe nuk po del nga dhoma as pakti. Thjesht doja ta di si je. Jam mirë, Sibel. Jam mirë. Në rregull? Po punoj. Më lër të qetë. Mirë, në rregull. Jo, nën. Problemi që më nervozon nuk është ai. Është fakti që i Lyli e mbron atë. E duhej të prisje të ikte vajza, o biri im, duhej. Nën, ajo kishte ikur pra. Sa po nisa ta friksoja djalin, ajo u kthye prap. Doli shumë keq, shumë keq. Edhe unë po kështu mendoj. Nuk shkoj as pak mirë, as pak. Por prit tani, do gjej unë ndonjë zgjidhje për ty. Dëgjoj çfarë të them. Pse nuk e telefonon në vajzës? Dhe ti thuash që disa tipa po ja bezdisin vajzën në shkollë. Nuk do ishte mirë. Si thua? Nuk bën. Do e heqin vajzën nga shkolla, do e mbyllin në shtëpi. Ti do të dëmtohesh këtu? Kam një ide dhe më të mirë unë. Dëgjoj ti çfarë do të bësh. Shko atë tipin, kape në një cep, bjeri pak nga hunda e goja që ti hy frika edhe të. Mos i afrohet më e i Lylit asnjëherë. Por këtë herë bëu shumë më i kujdesshëm dhe mos u shfaq fare para e Lylit. Në rregull? Mos u shtetëso. Mos u merakos. S'do e bëj të njëjtin gabim dy herë. E, bravo për ty. Hajde, ha tani këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Berçin. Ozan, mua më erdhi një ide fantastike. Në fakt do të telefonoja dje në mbrëmje, por ishte vonë dhe mendova se do zemrohesh, prandaj s'të mora. Çfarë ide? Mendoj se e gjeta diçka që mund t'ja rregullojmë humorin Aslës. Vërtet? E çfarë kështu? Shtëpia në mal. Shtëpia në mal? Po, shiko, nëse Aslı rrit 2 ditë atje, i largoj gjithë stresi dhe çdo gjë që ka. Po ti numroj. Ajër i pastër, zëra zogjë, yje. Ajo do ndihej si e rilindur. Te shtëpia jo në mal. Po. Ne vetë nuk mund të shkojmë. Është bukur të rish aty, por rrugën deri atje me zgjedhjen. Nëse na çon ti, Ju çoj, s'është ndonjë problem. Por e jo me Aslën sa do e lejoj. A do ta lër ajo vajzën të shkojnë në shtëpinë në mal? do ta lejoj. Me që mendon se do të shkoj me mua, do e lejoj. Mos u shqetëso, do flas vetë personalisht me të. E për shumë mirë atërë. Unë do i kërkoj çelësat mamasime. Edhe ju do shlodheni pak. Do i bëj shumë mirë Aslës. Edhe mua do më bëj shumë mirë. Dakord, unë do të flas me nënën time. Ti telefonoj nënës Aslës, pastaj flasim prapë kur të Në dalësh. rregull. Mirupafshim. Mirupafshim.